Miq Radio Ngjall, jemi sërish me Atar Allam Gjokën, me ekonomin e madh të kishës sonë. Jemi sot në një bisedë, në bisedën tonë të dytë në fakt. Sot ndalemi të flasim pak për teknologjinë. E shikojmë që teknologjia po përparon kaq shumë sa që vërtet na bën që edhe ne njerëzit e fesë të ndalemi dhe të themi se ku po shkon kjo teknologji. Atar Allam, unë të falenderoj shumë që na erdhët sërish. Jemi zhvendosur sot në ambientet e rinisë ortodokse të Tiranës. Edhe unë të falenderoj Pater për këto emisione që do bëjmë bashkë me hirin e Perëndisë dhe me bekimin e kripiskopit. Ju falenderoj shumë Pater. Do ndalemi sot pak për teknologjinë, papo. Në fakt ndoshta po na ndodhin gjëra që ne nuk e imagjinonim dot. Mbajmë mend për shembull në ato fillimet e viteve 90, dikush mund të thoshte dhe të mendonte se do mundemi që të flasim me njëri tjetrin, të shihemi dhe të flasim. Atëherë në atë kohë ku s'kisha as telefona, pra që të shkojë të bëj një telefonat me një të afërm, do të shkojë diku te posta që të mundsoja atë gjë. Si evoluoi kaq shpejt teknologjia Pater dhe ku jemi sot në fakt? Mendoj se është mirë ta kapim më thellë teologjikisht dhe që të arrim të kuptojmë dhe çfarë po ndodh sot dhe dhe ku mund të arrijë njeriu më në fund. Dhe do të nisim me Biblën, se gjithmonë nga zanafilla fillojnë gjitha. Dhe shikojmë që pas rënies së njeriut, Perëndia i dha jo ndëshkim, po i dha një vështirësi në jetë që me mund dhe me djerës të punoj tokën, që të haj bukën nëpërmjet së cilës do jetonte dhe do vazhdonte jetën derisa të arrinte kohën që i kishte lënë Zoti, dhe kjo kohë quhet kohë pendimi. Pendimi për gabimet, për mëkatet, sidomos mëkati i parë që u bën nga njerëzit e parë. Ç'është teknologjia tani? Ku futet këtu teknologjia? Këtë pengesë që vuri Perëndia që të kufizoj njeriun, nuk e vuri që ta dënoj siç e tham. E vuri me urtësinë e tij që njeriu nëpërmjet vështirësisë të jetoj, por nëpërmjet asaj vështirësie në një farë mënyre të vlerësoj ajo që deri atëherë e kishte falas dhe nuk e kishte vlerësuar. Pra, çfarë ndodh? Që kur u krijoa kazma e parë, lopata e parë, që quhen teknologji, zjarri, gatimi, këto quhen nisja e shkencës, nisja e teknologjisë. Njeriu përdor elemente nga ambienti i tij, nga mjedisi, nëpërmjet të sillave dhe duke ruajtur ligjet e natyrës, përpiqet të shumë fishoj fuqinë e tij, fuqinë e munguar që të plotësoj nevojat e tij, por edhe dëshirat e tij. Dhe shikojmë, siç e dim dhe në histori, që njeriu evolon dhe duke përdorur inteligjencën e tij, që është dhe ajo dhuratë nga Perëndia, shpik gjithmonë mjete të reja, të kapërcej gjitha vështirësitë, të përmirësoj, në fakt lufton të kthej parajsën. Ato që kishte në parajs falas, lufton të i rikthej me mjete teknologjike. Kjo është teknologjia. Dhe shikojmë që teknologjia është e bekuar apo jo? Është e bekuar. Po si e fakton ti Atar Allam që ishte këtu? Teknologjia e parë që dim brenda, e madhore, që dim brenda në Bibël, është dhënë vetë nga Zoti, që është arka. Arka është një, si të themi, shpikje nëpërmjet të cilës Perëndia do shpëtonte familjen e Noeut, familjen e drejtë, e vetmja familje e drejtë që kishte ngjerë në botë, nga përmbitja që do ndodhte për të shuar mëkatin, jo njeriun. Zoti, duke lënë përmbitjen, nuk do të shonte gjinin njerëzore, do të shonte mëkatin. Pra, shikojmë që vetë Perëndia i jep skicat
po ta shikojmë në Bibël, i thot dhe sa do bëhet arka, si do mbledh drut, si do... Dhe shikojmë që vërtet nëpërmjet teknologjisë Zoti, jo nëpërmjet ndonjë mrekullie të jashtëzakonshme, por nëpërmjet vërtet në fund Zoti është që mbyll derën e arkës, që do të thotë që teknologjia nuk i jep të gjitha për shpëtimin e njeriut. Është e bekuar. Lejohet nga Perëndia. Lejohet deri atje që të ofron diçka për të mirën. Në qoftë se ti e përdor atë për përfitime dhe për teka vetjake, do me thënë për të shkatruar veten, sigurisht që nuk lejohet. Dhe shikojmë pas përmbitjes, njeriu shpiku tullën. Nëpërmjet kësaj shpikje, u gëzua kaq shumë, kur filloi ndërtonte godina, se deri atëherë rindnin kasole. U gëzua kaq shumë, që tha si kur kapi qiellin me dorë. Dhe vërtet, atje u vajti mendja. Si do gjitemi në qiell, ta arrim të froni Perëndis, ta zhvendosim. Dëshira e njeriut që të bëhet Perëndi ishte shtrembëruar. Dhe kur shpiku tullën, tha se do jetë fuqia, elementi që shpika unë, që mund të arri të fitoj atë që s'mu dha, që e humba me rrugën e drejtë. Do të fitoj vetë kështu. Dhe në fakt, u bë ajo kulla e Babelit, shkaku, e çdo gjë të keqe që ka sot bota, nacionalizmi. Se u ndan njerëz në përkombe dhe luftojnë njëri tjetrin. Përçarje, shkatrim. Dhe shikojmë, kemi avancuar kaq shumë në teknologji sot, dhe nëpërmjet teknologjisë duam të arrim bashkimin e kombeve, që të bashkojnë prapë. Në fakt, duam t'i bashkojmë pa Perëndin, pa kushtet që vë Perëndia. Sepse bashkimi i njerëzimit funksionon brenda në kish, nëpërmjet Pentekostis. Pra, nuk duam atë rrugë, duam rrugën e shtrëmbër. Dhe kemi bërë teknologjinë dhe shkencën Perëndi, dhe fuqia e Perëndis që na mungon ne për që të bëhemi ne Perëndi. Dhe zhgënjehet njeriu. Dhe e beson këtë gjë. Dhe kjo është blasfemia më e madhe që ekziston sot në botë. Dhe në fakt, siç thot apostull Pavli te letra e Timotheut, kohët e fundit, njerëzimi do ndahet në dy pjesë, tek ata që mashtrojnë dhe tek ata që mashtrohen. Dhe sigurisht në këtë marrëdhënie të mashtruesit dhe të mashtruarit, teknologjia los një rol kryesor. Pra, është e bekuar teknologjia, është përdorur nga Zoti, por qëllimet ndryshojnë. Është përdorur dhe nga i ligu, teknologjia vetë nuk është as e mirë, as e keqe. Është ai që e përdor dhe si do ta përdor dhe qëllimin për cilën e përdor, është ajo që i jep vlerë ose e bën të rrezikshme. Atëherë, në fakt sot ka filluar të ndryshojë dhe komunikimi, ndoshta ai komunikimi klasik i dikurshëm, qoftë nëpërmjet takimit, qoftë nëpërmjet gojarisë kur bisedoj, qoftë nëpërmjet letrave të ndryshme, korrespondencave të ndryshme, ndërsa sot komunikimi është bërë kaq i thjeshtë nëpërmjet teknologjisë. Ajo që dua të pyes është Allami që kur na pyesin në fakt njerëzit, kur vinë në kishë dhe pyesin, dhe thonë çfarë marrëdhënie duhet të kem, çfarë përqasje duhet të kem kundrejt këtij lloji komunikimit virtual, ose një tjetër
a do të jem pjesë e rrjeteve sociale, a do të jem për shembull pjesë, a mund të hap një llogari për shembull në Facebook, a mund të kem një llogari në Instagram e kështu me radhë. Çfarë përgjigje do të vi? Arsia që përmenda kullën e Babelit pikërisht ishte komunikimi, se atje kishin super komunikim. Por nuk merreshin vesh. Domethënë problemi i njeriut nuk është të komunikoj. Problemi i njeriut është të ekzistojnë vlerat. Nuk themi të këtë gjithë, por ata që njerëz që përfaqësojnë vlerat, të duken, prandaj ne kemi sinaksarin, ku kemi shenjtorët, ku duken vlerat më të mëdha, ato që krijuesi vlerëson, dhe që të cilat kur i përmend te shoqëria, niveli i shoqërisë ngrihet. Pra, nuk është problemi komunikimi, por DN që komunikojnë, njërat e ketë nivelin më lartë që të ngrihet dhe tjetra, të jap nga ajo, të ngrihet dhe tjetra. Nuk është të vinë thjesht në komunikim dhe të jenë të njëjti nivel, se nuk as ofrojnë, as marrin, as japën. Edhe më keq, mundet njëra të ul tjetrën. Më thënë, qëllimi, dhe këtë them nga pikpamja e kishës, dhe këtë duhet të themi ne. Ne nuk mund të flasim me gjuhën si të themi e botës. Të flasim me gjuhën e kishës, gjuhën e vërtetës, dhe këtë do të themi që nëpërmjet teknologjisë duhet t'i përdorim edhe me këto rrjetet sociale për të mbushur me vlerat të krishtera, me figura e shenjtorëve ku dorisin nivelin e cilësisë të jetës, të mendimit njerëzor. Teknologjia, siç e tham, nuk është as e mirë as e keqe më vete. Por duke përdorur ne, sidomos ne që jemi klerik, ose ne që jemi brenda në kish, që marrëm për vete, nuk duhet të ngelemi të mbyllur, duhet të bëhemi tubo, shkarkimi ku shkarkohet hiri në botë. Dhe që të bësh kjo gjë duhet të marrësh dhe të japësh. Jo vetëm të marrësh, as vetëm të japësh gjëra që s'ke, gjëra që më thjesht mendon ose thjesht i lexon, Ka njerëz që flasin vetëm nga gjërat që lexojnë, nuk janë bërë akoma burimi i shpirtit të shenjtë, të thonë ato që ai frymëzon. Dhe ne duhet të kemi këto gjërat, ne që jemi në kish, se ne vim në kontakt me misterin e mistereve, siç e kemi thënë prap, vim kontakt me kungatën hinore, ku marrëm nga bota qiellore, gjitha vlerat dhe gjitha kuptimet që ka nevojë shpirti, dhe nga ato kuptime i zbërthejmë nëpërmjet predikimit dhe i japëm botës, edhe ushqejmë botën dhe rrisim nivelin e botës. Ne shikojmë që pas krishterizmit ndryshoi bota. Para krishterizmit ishte barbarizm. Bile edhe kombet që thoshin që kishin një nivel të lartë gjoja në thonjza, ishin ata që bën barbarizmet më të liga tek të krishterët, që janë shkëshënuar në sinaksare. Tortura të papara, ata që quheshin demokrat, ata që shohin barbarik për vërtetës. Pikërisht, dhe pra frima e Krishtit është që duhet të qarkulloj dhe në rrjetet sociale. Ne mund t'i përdorim padre ato rrjetet sociale? Jo, duhet t'i përdorim. Ne jemi të detiruar t'i përdorim. Sepse në qoftë se i lë shpatën të ligut dhe ti thua unë do ri këtu dhe s'do bëj asgjë, do ri të më vras, ri. Por misioni jonë është të luftojmë të ligun. Dhe nga momenti që të dha dhe ti shpatën, ti pse do përdorësh lug, do përdorësh shpatë, atë të dha dhe tia. Dhe nuk themi që është një luftë ashtu siç e kuptojmë, është një luftë në nivel tjetër. Me ato mjetet mbushi rrjetet sociale. Mbushi algoritmet. Algoritmet çfarë kanë, si funksionojnë? Shikojnë atë që do i japën diçka, shikojnë dhe atë që ofron diçka, dhe marrën nga ai që ofron dhe provojnë kujt i pëlqen.
Ati që i pëlqen një gjë, e piketojnë, i vën tabelat të ndryshme, thotë këti i pëlqen kjo. Në qoftë se ai që ofron diçka, algoritmi di kujt do ja tregoj. Kështu funksionon algoritmet në rrjetet sociale. Neve në qoftë se s'ofrojmë asgjë, si do ta piketoj ai që kishte krishterë dhe i pëlqejnë për shembull këto? Është dëmi i difisht. As materiali s'ekziston, as ata që duan të shikojnë nuk kanë mundësi nga të shikojnë dhe të dëgjojnë. Bile mund ta themi me siguri sepse Zoti tha shkoni predikoni. Dhe shkoni predikoni, se ashtu ishte atëherë, duhet të shkoje. Sot mund të predikosh edhe pa shkuar gjakundi. Mund të shikoj në një mësim të Perëndis, një ushqim hinore, ta marrë secili në shpirtin e tij nëpërmjet edhe telefonit. Nuk mund të themi për shembull se janë ca gjëra dhe duhet jemi dhe serioz kur sugjerojmë gjëra. Për shembull, nuk mund të thënë hiqni telefonat se janë të djallit. Nuk mund t'i themi këto gjëra, se këto janë qesharake, nuk mund përdorën të tilla terma. Hiqin televizorin se është djall, hiq. Asnjëri s'do i heq kurrë. Do luftojmë në situatën që jemi. Nuk do luftojmë me kushtet që mendojmë ne në mendjen tonë, në një botë që neve kemi imagjinuar, se këto nuk ekzistojnë. Do luftosh me kushtet që ka bota, jo me kushtet që do ti. Nëse ti me kushtet e veta do ti të luftosh për veten tënde, ke të drejtë të bësh çfarë duash. Por nuk mund të sugjerosh shoqërisë hiqni telefonat, as mund ta arrish këtë gjë. Jo ti nuk mund t'i bindësh njerëz. Nuk mund t'i bind vet ai që ka pushtet. Nuk mund t'i bind njerëz. Për shembull, ta themi edhe këtë. Gjoja fikën TikTokun. E kanë gjithë TikTokun nëpërmjet VPN-s. Se ka mënyra të ndryshme. Pra, nuk bile është e kundërta, në qoftë se një gjë e lufton, bëhet më e dëshiruar. Po. Bëhet më e dëshiruar, është natyra e njeriut. Atë gjën e ndaluar. E ndaluara bëhet më është natyra e shtrëmbërimit që kemi, që nga parajsa që na tha mos pha nga ajo pemë dhe nga atje vajtëm. E kish mbushur kopshti. Nuk e zuri gjumi derisa vajt e provoi. Duhet të kuptojmë dhe natyrën e njeriut. Duhet të kemi dhe dashurin. Duhet të kemi dhe urtësinë dhe zgjuarsinë. Duhet të kemi dhe aftësinë të përdorim këto mjete në kohën moderne. Pra, komunikimi që thua Patër në rrjetet sociale, jam shumë dakord, por është një fakt që ekziston. Dhe duhet të mësosh me ato kushtet që të ofrojnë, ti ta përdorësh dhe të bësh të mirën. Të ekzistojë e mira. Se ka dhe një të mirë, interneti është një, si të themi, një hapësirë e madhe, ku të gjitha lejohen në një farë mënyre, dhe sigurisht gjithë llumi i shpirtrave të njerëzve është aty brenda. Po pse mos të ekzistojë dhe e mira? Do të cënohet e mira? E mira mund të funksionojë si mjet pastrimi aty brenda atë llum, si një mjet shprese në atë llum. Atëherë mbi disa sugjerojnë që të ketë një lloj kreshmimi të teknologjisë. Pra flasim siç kreshmojmë gjatë periudhave të kreshmimit, çka vën kisha. Të heqim dorë edhe nga teknologjia, të heqim dorë nga rrjetet sociale, të mos jemi atje. Çfarë mund të themi për këtë gjë? Më mendoj dhe unë që vërtet nëse etërit e kishës kishin se në fakt në Kreshmë që kishin që krijuan etrit e kishës, kisha jon, përmbante dhe faktin që ti s'duhet të veje në për teatre, në për pra nën kuptohet që në kohën bile edhe si traditë si shoqëri kemi pasur për shembull në kohë zije, nuk dezi televizor. Po, ka qenë 40 ditë që ndronin. Pra, kush ishte kuptimi? Kuptimi ishte që njeriu në atë kohë nuk lënte vëmendjen e tij të përthithej dhe të haronte njeriun që iku nga jeta.
do jetë 20 ditë paktën, mendjen ta kishe tek ai, zemrën ta kishe tek ai dhe nëpërmjet lutjes ta ndihmoje. Neve në fakt edhe kjo është teknologjinë sot me telefona, me televizora, me internet, me gjitha e përdorim që të harojmë. Të harojmë, që të koha të kaloj pa kuptuar, sepse shumica e njerëzve vuajmë nga brenda për shumë arsye, sepse në fakt po zgjet e gëzimin e Perëndis. Ishte sigur që do vuash. Nuk do të vi gëzimi as nga pasuria, as nga gjëra të tjera që ti mendon që mund të marrësh gëzimin që të mungon. Dhe çfarë bëhet? Nëpërmjet teknologjisë me ato scrolling e shpejt, ti kujton duke që haron, qetësohesh, argëton, por në fakt rëndon ndërgjegjen, sepse të gjitha nga ndërgjegja vijnë. Dhe rëndimi i ndërgjegjes krijon probleme. Dhe pikërisht në kohën e kreshmës, arsia që është vënë kreshma, është që të kujtoj gjithmonë nëpërmjet urisë, nëpërmjet mungesës e asaj që doje, ku duhet të kesh vëmendjen. Dhe është një lloj vuajtje e mirë, ku ti me një vepër shumë të rëndësishme tregon që te Zoti që ajo që më pëlqen e ndërpres dhe do përqendrohem te kujtimi tënd, do përqendrohem te ndërtimi, te formimi i shpirtit tim. Dhe nëpërmjet kësaj përpjekje ndjen dhe ti mirë, sepse vlerëson veten duke treguar dhe duke provuar që e ke ti kontrollin e vetes tënde. I thua vetes 20 ditë nuk do ta prek. Dhe e arrin këtë gjë, kënaqesh. Por besoj se në qoftë se vë kisha si ligj vërtet, shumë pak njerëz do edhe besimtar, madje edhe besimtar, edhe klerik mund të themi, do mund të shkëputen nga teknologjia. Mirë do ishte secili nga vetja e tij ta vendosi dhe ta bëj. Nuk themi 20 ditë, por le ta provojmë me një ditë. Se kështu do shikoj dhe fuqinë që ka ajo gjë, fuqinë që ka ajo gjëja dhe ndikimin që ka ajo gjëja te jeta e tij, te shpirti i tij. Do kuptojnë çik ndryshe nga jashtë veten e tij. Do ta shikoj vetë si doktor, do bëhet doktor dhe vetja e tij pacient, njëkohësisht. Do kuptoj shumë gjëra. Pra sugjerimi që thua pater, vërtet është dhe mund ta propozojmë, po. Pa kushte, secili mundet vetë të vëdhe kohën dhe kohëzgjatjen që mund të arrijë një gjë të tillë. Fatkeqësisht duket se në këtë drejtim jemi shumë keq. Pse e themi këtë gjë? Zoti Krisht kërkoi të jemi zgjuar dhe të lutemi pa pushim. I kërkoi bile dhe në natën e fundit te xënësit e tij tha: "Pra flini, zgjohuni dhe luteni, që mos të futeni në ngasje." Kjo frazë e Krishtit ka një kuptim të thellë. Nuk thot se s'do kalosh ngasje, s'do kalosh probleme. Po në qoftë se lutesh, problemi merr, si të themi, kuptimin e martirizimit, merr shpërblim hinor, në qoftë se lutesh. E bën me durim, e duron me durim problemin. Ngasja që thot Krishti nuk është se s'do të vi problemi. Është se do kesh fuqinë, shpresën, besimin dhe Zotin në krah që problemi të zhndrohet në thesar. Po edhe mund ta parandalosh problemin. Edhe mund të ka njerëz që me probleme të vogla çmenden, humbasen mendjen, se nuk kanë ku kapen. Pra në qoftë se ne humbasëm kohën në teknologjinë, pafund. Kur do ndërtohet ai besimi, ajo shpresa që ne do kemi nevojë kur të vinë problemet? Kur do ndërtohet ajo kull, ajo kala që ti do përballesh një ditë me vdekjen?
Pra, gjitha këto duhet i mendojmë, duhet i vëmë në dhe duhet secili nga vetja e tij të rregullojë jetën e tij në mënyrë që teknologjia t'i bëjë mirë dhe jo keq. Atëherë lambi dhe një pyetje të fundit. Ju e thatë që në vetvete nuk është as e mirë as e keqe, por mund përdore teknologjia është edhe për gjëra të mira, për shumë gjëra të mira. Për shembull, kam parë që shumë njerëz të cilët kanë në përfaqet e tyre, në rrjetet e tyre sociale, janë shumë aktiv, shumë klerik, shumë teolog, shumë besimtar, që kanë pasur një impakt shumë të madh te njerëzve, madje kanë arritur që të katekizojnë dhe të çojnë njerëz drejt pagëzimit. Dhe ndoshta po kthehet në një trend për së vërtetës sot, po kthehen rrjetet sociale dhe po nxisin njerëz që të afrohen drejt kishës. Si mund t'i përdorim ne këto, Patri? Si mund ta përdorim për mirë, flasin ne si besimtar? Si mund t'i përdorim për mirë rrjetet sociale me qëllim që ato të kenë impakt edhe tek të tjerët? Që ta përmbledhim dhe këtë që thamë. Neve duhet t'i përdorim me patjetër sidomos kisha më sistematikisht. Dhe më të organizuar, në mënyrë të organizuar. Për shembull, rrjetet sociale të radios ngjallja flasin, po të faqen e kishës. Çfarë impakti kanë ato dhe çfarë shumë njerëz më kanë thënë që ne i ndjekin. Dhe duke ndjekur ato jetën e shenjtorëve të ditës, mund të ndjekën një emision, ndjejnë se bëjnë pjesë në kishë. Nuk themi që ajo zvendçon prezencën tonë në kishë, por ai afrimiteti që fiton me figurën e klerikut, me ikonat, me shërbesat, është një hap i parë që kur të vish në kishë të duket ambient i njohur. Pra, nuk bëhet fjalë që të mirë ndonjëherë në një vendim që të pushoj kisha të përdor mjetet sociale. Nuk bëhet fjalë, do ishte gabim i madh, fatal. Kam një rast, nuk do ta përmend si kishë se nuk bën, po ka një rast që u përdor, u ndalua dhe nga klerikët të kenë Facebook, u ndalua të çdo gjë mjet elektronik shumë, edhe nga kishat t'i përdorin, dhe fatkeqësisht nuk ka ecur mirë, po fare mirë. Sigurisht, brezat e vjetra që kanë jetuar në një botë tjetër, mallëngjejnë ato kohën e vjetër, por nuk funksionon kështu. Nuk përshtatet ka ato që na pëlqejnë neve, por në botën reale, në botën që ekziston. Edhe Zoti Krisht vet, gjithmonë kur përballej me farisenjt, këtë përpiqej të thoshte, që duhet të përshtatemi me atë që duam të shpëtojmë, jo të ndryshojmë besimin, të përshtatemi në mënyrë që ai të na kuptojë neve. Se qëllimi është, si që ullë Perëndia, u mishërua, u përshtat me njerëzimin që të shpëtoj njerëz, që të ngri lart. Ne duhet bëjmë ca lëshime në ëndrat që kemi ne, ca lëshime, jo në besimin e kishës, por në disa praktika që përdorim të vjetrat, që të mundemi t'i afrojmë njerëz dhe t'i ngrem lart. Pra, do t'i përdorim mjetet, është s'bet fjalë që të ndalojnë këto mjete sepse i përdor, nuk është se i zgjodhëm ne, i zgjodhi kishat ekzistojnë sepse i solli shkenca në jetën e njeriut. Neve nuk mund ta mohojmë këtë gjë, nuk mund ta ndalojmë as këtë fuqi se kemi. Atë që kemi mundësi është t'i përdorim në mënyrë produktive dhe të bëjnë mjete shpëtimi edhe të luftojnë atë tendencën tjetër si mjete humbje. Atëherë Lambi, unë ju falenderoj shumë. Një temë mjaft interesante dhe do të dëgjohemi, takohemi sërish në emisionet tona me këto tema të zgjedhura. Miq Radio Ngjallja, ishim me Atar Allam Gjokën, me ekonomin e madh të kishës sonë, ku folëm sot për teknologjinë, zhvillimin e saj, ku po shkon teknologjia dhe si mund ta përdorim ne si të krishterë, si kishë, në dobi të njerëzimit. Miru dëgjofshim e miru takofshim në emisione tjera.